Ju zboni do gjyqe politike me dyert mbyllura. Bëjeni gjyqin me media. Jo. Media tu, pastaj të vi media tu. Në podrume ju mundimeni për vendimet tuaja. Por vendimet e podrumeve i merë Sueli me tropinët, nuk i merë Kuvendi Shqipërisë. Ju mund të merrni vendime për zbon do gjyq politik me dyert mbyllura. Nuk ka sjellësh media. Kërkojnë media tu. Bëhet hapur. Qytetarët ju kanë zgjedhur që të veproni me transparencë, dhe të merrni diskutohet me vendime transparencë. Podrumet i merrte në podrume i marrin bandat vendimet. Dhe jo Kuvendi. Në podrume merren peng Geron Meqe, por nuk merret peng dot vullneti i opozitës. Në podrumet e madjes nuk merrni ju vendime të tjera. Po ku jo, ku është Kuvendi i Shqipërisë dhe këtu qytetarët duhet njihen me çfarë turpi po diskutoni ju. Nuk ka reflektim. Reflektim. Ne kërkojmë transparencë. Nëse transparencën ju e konsideroni munges reflektimi, atëherë po, tjetër gjë. Sillni media. Ne kërkojmë transparencë. Se keni frikë të vinë media. Transparencë. Qytetarët duhet ta dinë se po shpallet armik opozita, çfarë ka bërë opozita dhe mbi çfarë baze ju vendosit të gjykoni. Kaq. Po du media. Jo. O zonjë. O ktheja nga Po pse ka kuptim që keni marrë juve armiqtë e popullit me i dënue, kjo ka kuptime? Çfarë kuptimi ka kjo mbledhje një?
21 shkurt 2024 me media. 2024, 21 shkurt 2024. Po, se ma e shi drejtën e fjalës mua, kush je ti ma e se po gënjen. Kush je ti që gënjen një, se po gënjen, po mashtron. 21 shkurt 2024. 21 shkurt të 2024. Me 21 Po shkurt. mashtron, Me media. Kemi qenë të dyja. Është media me media. Ju e para duhet t'i ndaloni ata që mashtronjnë Ka qenë ministri i brendshëm, si veç në Sky, se mbase të del aty në Sky e Kroçat, mbase të del. Ne presim reflektim nga ju që mos vazhdoni vjedhjen. Ju do reflektim nga ne që mos denoncojmë. Jo, për procedurë, flamur. Jo.
media pra. Po zbato rregulloren. Fut media. Fut media. Çfarë argumenti është ky? Tani neve kemi drejt të flasim ne apo jo? Po Fut zbato media. rregulloren. Çfarë keni frikë, pse keni frikë? Fut media. Ne kemi drejt O të zonjë, Çfarë frikë o keni? zonjë, me 21 shkurt, me 21 shkurt të 2024-s është mbledhur këtu byroja kuvendit për të shpallur po këtë grup deputetësh armik, edhe në atë kohë, por të paktën në atë kohë u bë me media. Prandaj po ju them, zonjë, ne kuptojmë që narkosi që keni ju mbi krye ka dëshirë që kuvendi të mblidhet në skutat e karteleve. Ne dim që narkosi që ju keni në krye ka dëshirë që vendimet të merren në podrume dhe jo në institucione dhe institucionet i kthejnë në podrume. Por zonjë, këtu është kuvendi i Republikës Shqipërisë dhe ju nuk mundet ta trajtoni kuvendin si të ishte podrumi i verave të Gjysagazit apo të narkosit tuaj. Ndaj ju lutem, operonin në përputhje me rregulloren e këtij kuvendi. Zonja nënkryetare. Zonja nënkryetare, nuk mund të shihen pas fustanit tuaj as kreu i narkos, as Niko Peleshi. Ju jeni kundra Duhet zbatimit vinë këtu rregullores. dhe të përballen me të vërtetën e deputetëve. Ne jemi qartë që jemi qartë që kreu i narkos kërkon që në kuvendit mos ketë opozit, t'i mbyllet zëri opozitës. Ai urdhroi javën e kaluar që ju të bëni këtë gjë të shpallni armike opozitën. Na jepni fjalën o zot. Të drejtat opozitës. Na jepni fjalën. Jemi qartë që kreu i narkos kërkon që në Shqipëri kuvendi i Republikës të jetë i mbushur me umruk dhe qingije dhe të mos ketë njerëz bijitoz që përfaqësojnë qytetarët. Por këtë nuk e ndalon dot. A do na japësh fjalën? Na jep fjalën pra. Na jep fjalën. Absolutisht. Kjo është Na jep fjalën. Nuk mjafton kërkesa për media nuk i pra pranojnë, ju fjalën nuk e nuk jepni, keni të merr transparencën, sepse jeni mësuar të funksiononi në podrume të karteleve dhe nuk dini të funksiononi në mënyrë transparente në institucionet e shtetit. Se edhe shtetin e keni kthyer në podrum kartele. Ora na jep fjalën. Për ju procedura dhe çdo gjë është urdhri i narkosit. Belinda Ballukut, me Urdhri i Trenin narkosit. Koparas, etika e Për ju, Gjysagasit. A do na jepni fjalën? Për ju Gjysagasi është shefi, ja po e ke njërin nga ata që ka hequr për leskash Gjysi edhe ca të tjerë. Na ka përjashtuar Gjysi me 30 ditë pune. E dim se për ju ditë pune është të vjedhësh, për ne është thjesht para qytetarëve. Normal. Si një vendim politik për të shpallur armik opozitën, normal që kemi kërkuar ne.
Flasin të gjithë me radhë. Po flasun. Po flasun. Po çfarë të dëgjojmë? Po çfarë të dëgjojmë? Juve keni bërë bunker, çfarë do të dëgjojmë? Fusni media pra. Po, Albana. Po e keni bërë bunker. Tani. Po çfarë flasësh? Zonjë. Flasësh këtu. Unë këtu vi në respekt të ligjit, kushtetutës, të rregullores të kuvendit, në respekt të këtij institucioni, në respekt të zgjedhjeve dhe qytetarëve që më kanë sjellë këtu si përfaqësues i Partisë Demokratike. Pse po e them këtë? Nuk vi dot në këtë vend, në këtë sallë, në respekt të bodrumeve, të karteleve, nuk vi dot në këtë sallë, në respekt të narkosit që po qeveris, të Gysa-Gasit, apo të tendrave të Belindës, apo të tunelit Llogaras, nuk vi dot këtu për të përullur dhe për të respektuar babzin e pushtetit, nuk vi dot të respektoj pushtetin që është shndruar në bandë. Po ju them një gjë, është viti 13 i opozitës. Po të shifni ju, deputeti Flamunoka, në vitin e 13 të opozitës ka 2 vite kalendarike i shpallur armik nga qeveria juaj. Pse? Sepse ka bërë vetëm opozit, i ka luftuar për të drejtat e opozitës, ka luftuar për të mbrojtur demokracinë në këtë vend dhe jo për ta kthyer dhe për të mos e lejuar që të kthehet Shqipëria në autokraci, ka luftuar për të mbrojtur demokracinë dhe jo për të lejuar, ka bërë gjithçka për të mos lejuar që Shqipëria të kthehet në një regjim. Ju sot e keni kthyer këtë byro motamo si byrot etatit tuaj shpirtëror, kur merreshin vendime për të shpallur armik çdo zë, Palermo deputetët e opozitës që u pushkatuan 45-ën, por edhe më pas çdo zë që konsideroi armik nga kreu i atij regjimi bolshevik në atë kohë, motamo po bëni ju sot, sepse kreu juaj që përkon me kreun e narkosit të këtij vendi, nuk e duron dot zërin e kundërshtarit politik, nuk e duron dot qenien e opozitës dhe përballjen me të, nuk e duron dot të vërtetën të thuhet para shqiptarëve, por kërkon, vjen keq që po e them, kërkon që në atë kuvend të mos ketë zë të qytetarëve, po ai kuvend për kreun tuaj do ishte mirë që dhe do funksiononte perfekt po të ishte i mbushur vetëm me unuk dhe me çingije. Jo, ne jemi këtu përfaqësues të popullit opozitar, të atij populli që është vjedhur, që është në përkëmbur, të atij populli që është terrorizuar nga bandat e kartelit të drogës, ne jemi këtu përfaqësues të atij populli që ka luftuar dhe lufton për liri dhe për demokraci dhe nuk pranon që të qeveriset nga Gysa-Gasi, nga Troplinët, nga Suel Qela, Gjabaftët dhe bandat e kartelet e tjera të Shqipërisë. Ne jemi këtu për ta kthyer Shqipërinë në republikë parlamentare, ku ka demokraci dhe një regjim narko, siç po luftoni ju. E për këtë, po ju a them unë, sot mua me këtë vendim tuaj më mbushen 2 vjet. Në 13 vjet, 2 vjet unë jam i shpallur armik për jush. Ndihem krenar, e di pse? Ndihem krenar vetëm për një gjë. Sa më shumë më luftoni ju, sa më shumë shpallni ju armik, sa më shumë ushtroni ju presion politik dhe të çdo lloj aspekti, aq më shumë ndihem krenar që kam përmbushur në gjithë këto vite detyrën time si deputet i opozitës, misionin tim si përfaqësues për të luftuar krimin, korrupsionin dhe regjimin tuaj që po shkatron, po vjedh dhe shpopullon Shqipërinë. Kaq kam unë. Ne kemi bërë detyrën tonë, sepse ju jeni dëshmitar vetë. Unë e di që nuk guxoni të flisni. Unë jam i qartë që ju nuk guxoni as të mendoni ndryshe nga që thot kreu i narkos. Por një gjë po ju them, ne kemi ju parlamentin e keni asgjësuar. Sot parlamenti nuk ekziston. Sot parlamenti është marrë peng e ne kemi detyrë, unë bashkë me kolegët e mi, të gjithë Partia Demokratike dhe Opozita ka detyrë të luftoj për parlamentarizmin. Sikundërse ne nuk do resim të luftuari, pavarësisht se ju na shpallni armik çdo ditë dhe jemi krenar që na shpallni ju të tillë, sepse të shpall mik narkosi është gjë e rëndë. Kur të shpall armik tregon që je në mënyrë dinjitoze duke kryer detyrën tënde,
pavarësisht gjithave, ne do të vazhdojmë betejën tonë derisa ju t'ju krejmë. Jeni sigurt që do t'ju krejmë. Data 24 është një ditë që do t'ju bëj ju të dridheni. Të dridheni, pse? Sepse po e kuptoni që nuk përfaqësoni më ju qytetarët e këtij vendi. Ai që qesh përfaqëson Suelin. Ky tjetri përfaqëson dosën 339. Prisë di kshu jeni, mos ju hyj tash me ju drejtu gishtat gjithë. Po zonjë, dhe po ju them, kjo gjë që po bëni. Kjo situatë që po mundoni të krijoni me opozitën në mënyrë të vazhdueshme, do ta paguani shpejt. Nuk ndalet qytetaria, nuk ndalet opozita, nuk frenoni dot ju kur lëvizjen që sapo ka nisur por t'ju kryer, sepse ju jeni përfaqësues të krimit dhe të korrupsionit dhe s'mund të jeni përfaqësues të shqiptarëve, ndaj çdo vendimi juaj është vendim që e ka marrë Gyzagasi, Suel Qela, Xhabaftët, Troplinët dhe nuk është vendim që merret në institucionet e shtetit, se ju nuk përfaqësoni më institucionet e shtetit. Faleminderit. Çfarë pyetje se do flasim neve, çfarë pyetje? Do flasim gjithë. Pyetje pse protestuan kundra Belinda Ballukut? Gjithë do e marrin fjalën. Tani pas dokumente që keni sjell, u kemi rrezikuar jetën me një flakadan që është nxjerr. Aty një tymnuse ju është rrezikuar jeta deputetëve të Partisë Socialiste. Më shumë ju rrezikohet jeta nga ato substancat që fusnin hund, se sa nga tymnusja. Që kur shkoni në stadiume rrini te tifozët. Me flakadian janë atje. Nuk është ai problem, problemi është droga që shitet për hir të pushtetit dhe që ca nga pushteti e thithin nga mëngjesi deri në darkë. Si në parlament, aty edhe lart te kabineti. Bëjani testin e drogës dhe do shikoni, nga ajo ju rrezikohet më shumë jeta. E dyta, për çfarë po përjashtohemi ne? Kemi reaguar sepse ka dalë një lajm që ka shokuar jo vetëm opinionin publik në Shqipëri, po gjithë botën. Që është marrë një biznesmen peng nga uniformat e policisë, është futur në makinë, është dërguar në Elbasan tek Suel Qela, është masakruar, torturuar, që të rishte ankimimin, që do ta merrte pastaj tenderin Baxhanaku i Edi Ramës. Kemi reaguar për këtë, kemi bërë gabim, që kemi reaguar për këtë, na thoni. Kemi reaguar sepse kemi një individ që s'ka asnjë funksion publik, i pavotuar, i pa emëruar, pa asnjë lidhje me shtetin, që drejton segmentet kryesore të sigurisë kombëtare, siç është Akshi, siç është drejtoria e krimit kibernetik dhe siç është policia e shtetit, që e ka emrin Ergys Agasi, që ka çmontuar të gjitha funksionet e ministrit brendshëm dhe ka lënë në krye të detyrës ministër të brendshëm, e ministër mbrojtje, e ministër policie e milicie, trafikantin Ilir Proda, që nuk thën përgjigje dhe nuk mban përgjegjësi për ngjarjen në aeroport. Pyetjeve, kërkesave institucionale të bëra nga Komisioni i Punëve të Brendshme. Dhe Proda nuk thën përgjigje. Për vrasjen në aeroport, ku dhe Ergys Agasi duhet marrë hetim dhe duhet pyetur se ç'lidhje ka ai me atë ngjarje. Se një nga njerëzit më të afërt Troplinëve edhe të përfshita atij që ka humbur jetën. E treta, kemi reaguar për një aferë korruptive, të cilën pjesë e juaj e mirë e kolegëve, madje një ministra e juaj e quajti në një televizion kombëtar se ka zot, që është kapur një vjedhje masive në tunelin e Llogaras, ku 50 milion euro janë hequr popullit më të varfër të Europës për të bërë një pagesë për interesa lobimi të kompanisë turke, që s'ka punuar as 20 minuta në tunelin e Llogaras. Kemi reaguar për këtë. Kemi reaguar ashpër. Problemi, unë do ju ftoj atë na përjashtoni që s'kemi reaguar ashpër sa duhet mbase. Por që ju na përjashtoni se ne reagojmë kur vjedhin qytetarët, atëherë ju na thoni që jeni dakord me vjedhjen. Kemi reaguar zonjë që në faktu duhet ishte kryetari se s'mbani ju përgjegjësi për vendimet që jep ai. Pra ai s'ka guxim, nuk e di ku e ka çu ta Hollandi të blej cigare. Por këtu ai që na ka marrë atë vendim
dhe që na thotë që kemi rrezikuar jetën e qytetarëve e deputetëve ne, duhet vi dhe të na shpjegoj si ja kemi rrezikuar jetën. Ju që nuk mendoni që është rrezikuar jeta e biznesmenit Geron, duke torturuar, masakruar në përbodrume, na tregoni se e kemi rrezikuar ne jetën tuaj. Ne kemi kërkuar transparencë, kemi kërkuar interpelancë me ministrat tuaja. Dhe kanë refuzuar, Belinda Balluku ka refuzuar, Lubia ka refuzuar të flasi, se s'ka çfarë thot për vjedhjet që ka bërë, se s'ka justifikim për vjedhjet që ka bërë. Kemi kërkuar interpelancë me ministrin e mbrojtjes, për Kajon, që keni shpikur ju, që po merren kompani që janë larguar nga vendet anëtare të NATO-s, edhe nga vetë NATO se janë korruptuar për i jep një sigurinë kombëtare. Kemi kërkuar interpelancë me ministren e brendshme për Ergys Agasin. Ka refuzuar të vi. Po çfarë funksioni ka parlamenti nëse interpelancat nuk lejohen? Dhe tani kërkoni përjashtimin e deputetëve nga komisionet, ç'lidhje kemi ne? Pse do përjashtohesh ti nga komisionet deputetët? Në ato komisione ne sjellim projekt ligje zon. Në ato komisione ne bëjmë propozime. Unë kam depozituar 2 projekt ligje që pres atje. Dhe ju përjashtoni që ne mos bëjmë punën. Ai projekt ligj që kam dorëzuar unë atje është i jepet viktimave shtëpia që i kanë bler krimi organizuar, që i ka konfiskuar shteti. Ti lejmë pa shtëpi ato se doni ju të qisni inatin ton, inatin tuaj. Komisionet janë ditë pune, ne nuk punojmë për ju zoj. Deputeti nuk punon për partit, punon për qytetarët dhe kur ju pezulloni një deputet nga detyra e vet, ju pezulloni qytetarët nga detyra. Sepse e vetmja detyrë që kemi ne është thjesht përfaqësimi i qytetarëve dhe denoncimi i aferave korruptive kur prek interesat e qytetarëve, parat e qytetarëve, taksat e qytetarëve, se nuk janë parat tuaja. Pse duhet përjashtohemi ne? Se pas kemi reaguar kundër krimit, kundër drogës, kundër karteleve? Po nuk jemi ne që i themi këto. Ju jeni nga i pari tek i fundit, keni dalë studio, për 8 vjet, për 13 vjet duke thënë që kjo drejtësi e ka bërë Partia Socialiste dhe është drejtësia më e mirë që ka njohur në herë historia botërore. Kjo drejtësi u thotë që jeni hajdut, që jeni të lidhur me krimin organizuar. Dhe ne po i themi, ja ku i keni provat, nga drejtësia juaj, prandaj po reagojmë. Ju në vend bashkoheni nëse s'keni lidhje me reagimin ton, ju kërkoni të na përjashtoni. Unë ju ftoj të më nxirrni qoftë një fakt, një provë të vetme që do të dëshmonte që qoftë edhe një nga akuzat tona, jo vetëm këto sot, po ato të bëra ndër vite janë të pavërteta. Kemi fol për çyrben e keni në burg. Apo jo, kemi fol për inceneratorët i keni në burg ata. Apo jo. Tu janë denoncime, kemi fol për Erion Veliajn e keni në burg. Çdo denoncimi jonë në zonjë është vërtetuar, është faktuar. Tani ju mbetet ju të vendosni. Na përjashtoni ne se denoncojmë vjedhjet dhe të bëni palë me hajdutët, sepse mund të keni interesat tuaja dhe ngriheni dorën urime, pa ma pranoni që jeni me ta dhe që jeni me vjedhjet, ose ishini budalliqet që pas kemi kërcënuar jetën ne, se është ndezur një flakadan. Po ju a përsëris, ju kërcënon jetën më shumë ajo që thithnin nga hundët. Ajo është kërcënim, pra ata që e thithin. Do na mësoni dhe çat flasim tani. Do na mësoni dhe çat flasim, se vetëm kjo ka mbetur. Mirë juve ja u jep diella çat flisni. Çfarë provash na keni dhënë ju për ne? Neve flasim. Ku i ke prova? Çfarë provash tash? Ku i keni provat? Na i tregoni, ju thoni që kemi rrezikuar jetën e detyrueshme. Kuptoni apo jo? Çfarë duhet themi? Çfarë dini flasim? Ne këtu zonjë na kanë mandatuar qytetarë shqiptarë dhe nuk na tregoni ju se si e trajtojmë ne fjalën kuvendin e Shqipërisë. Unë dhe kolegët e mi jemi përjashtuar prej 30 ditësh nga parlamenti, ashtu si që jemi përjashtuar dhe mandatin e kaluar me muaj të tërë.
po pse jemi përjashtuar për 30 ditë, le t'ua themi qytetarëve shqiptar, ato të vërteta që ju keni frikë t'i bëni transparent dhe nuk lejoni media që t'jetë prezent. Jemi përjashtuar për 30 ditësh sepse kemi protestuar kundra Belinda Ballukut, e cila u more pandehur nga SPAK-u dhe në vend që të mbante përgjegjësi politike, ju e morët në mbrojtje. Në çdo vend demokratik, një zyrtar i lartë i akuzuar nga drejtësia jep dorëheqjen. Pse u përjashtuam 30 ditë nga një band hajdudër si ju? Sepse denoncuam krimin organizuar, korrupsionin galopant dhe një sistem të ndërtuar mbi grabitjen e pasurisë publike. Pse u përjashtuam ne deputetët e opozitës? Sepse protestuam dhe guxuam të përmendim emra, të përmendim afera, tendrat e dyshimit, lidhjet e pushtetit me oligarkët, krimin organizuar. Po sot në Parlamentin e Shqipërisë mjaftot përmendesh Ramën dhe Belinda Ballukun, me njëherë të ndërpritet fjala dhe ti përjashtohesh sipas oreksit tuaj. Ky parlament fatkeqësisht nuk është më i qytetarëve shqiptar, por ky parlament është kthyer një mbrojtër gysit, të Belindes, të Mirlindes, të gjithë ju që keni kapur peng këtë vend dhe po e trajtoni si plaç për interesat tuaja. Në fakt, përjashtimi ynë nga parlamenti, si që thanë dhe kolegët, nga një band hajdudësh si ju, është një medalje për secilin prej nesh, sepse është medalje për këdo që refuzon të hesht, është medalje për këdo që nuk pranon të bëhet bashkëpunëtor me korrupsionin, me krimin dhe vazhdon të qëndrojë përballë jush dhe të luftoj për një Shqipëri të lirë dhe demokratike. Ne do të vazhdojmë të denoncojmë si brenda dhe jashtë parlamentit dhe nuk do të na ndalin dot urdhrat tuaja politik. Prandaj mësoni me këtë realitet, vazhdoni përjashtimet tuaja kundra ligjit rregullores kushtetutës dhe përgjigjen do ta merrni me datë 24 ora 17. Faleminderit. Se s'na jepni mikrofonin. Nuk... okay, tani undes. Faleminderit zonja drejtuese. Zoti Balla tha që s'pas keni reflektuar, po në fakt unë prisja, mbase më kot, që t'ishit juve që t'kishit reflektuar. Sot juve duhet t'ishit distancuar nga vjedhja, sot juve duhet t'ishit distancuar nga korrupsione, sot juve duhet t'ishit distancuar nga lidhja e qeverisjes suaj me bandat kriminale. Edhe Enver Hoxha në fakt do ja u kishte zili për këtë gjyq politik që ju po bëni me dyer të mbyllura, sepse po ju mohoni, apo donit ju mohoni, edhe publikut për të njohur, për të bërë transparente atë çka po ndodh sot këtu. Kjo mbledhje nuk është fare për një vendim të një mase disiplinore siç juve e keni etiketuar. Në fakt, edhe mbledhja e sekretariatit ishte në shkelje të rregullores, në shkelje të kushtetutës, sepse neve nuk na u dha mundësia fare as të flasim, as paraqesim prova, as të mbrojmë veten jo e jo. Po zoti Manja e mbylli mbledhjen, mori një vendim pa proceduar sipas rregullores. Pra, e gjithë mbledhja ishte në shkelje të rregullores. Dhe vjen sot prap zoti Manja për të diskutuar një vendim që e ka marrë ai vet. Atë pse votoi? Pse votove kur ishte puna për të mbyllur dyert medias? Pse votove? Po pra, jo pra, po është e njëjta gjë, sepse ti nuk doje që media ta dinte që çdo vendim që ti ke marrë është në shkelje të rregullores dhe në shkelje të kushtetutës. Kjo është, ta fillojmë nga kjo. As ta ke lënë të flasim, as ta ke lënë të japim provat, as të diskutojmë, as të shqyrtojmë. E mbylle, more një vendim jo për bazë disiplinore, praktikisht për të hequr, për të pezulluar mandatin e deputetëve, mandatin që nuk na keni dhënë ju. 1 ose 2 muaj që juve me një firmë të ulësimanjës pezulloni mandatin, nuk është parë e dëgjuar në asnjë parlament të Bashkimit Evropian, ku ne duam të integrohemi jo e jo. Në asnjë parlament të rajonit, në asnjë parlament edhe të vendeve të votës së tretë madje. Nuk e pezulloni dot ju mandatin e deputetit, sepse na e ka dhënë qytetarët. Qa po bëni juve sot këtu?
një akt të rënd politik, i cili është një precedent shumë i rrezikshëm. Pse? Kjo është thelbi i parlamentarizmit, i pluralizmit. Ky vendim që juve keni marrë dhe që ne kemi ankimuar, nuk ka të bëjë fare me një përjashtim të një deputeti apo dy deputetëve. Është një vendim politik e një byroje politike në fakt, që si që thashe dhe Enveri doja u kishte zili, por kundër pluralizmit, kundër parlamentarizmit, ju e keni kthyer Republikën parlamentare në Republikë kryeministrore, keni marrë një urdhër për të përjashtuar opozitën nga Edi Rama. Pse? Që mos flitet për Belinda Pallukun, për vjedhjen abuzimin e saj. Sot këtu duhet ishte Komisioni i Mandateve, Këshilli i Mandateve për të hequr imunitetin, jo për përjashtuar opozitën. Keni një muaj që nuk mbitni Këshillin e Mandateve, pavarësisht se ja u kërkon Spaku. Po mblidheni me urgjencë për të përjashtuar opozitën. Nuk është përjashtimi i deputetëve të opozitës një masë rregulloreje. Është ndëshkim politik i qëllimshëm, selektiv, i urdhëruar. Është i ngjashëm me ndëshkimet e diktaturës, për kudo që guxonte të denonconte, të fliste apo të mbronte ligjin dhe kushtetutën. Sot kuvendi nuk funksionon më si pushteti pavarur, por si zgjatim i vullnetit të vetëm një njeriu, Edi Ramës. Një njeriu që e urren parlamentin, pse? Sepse nuk e kontrollon dot 100% atë. E keni kthyer parlamentin në një call center, se ai call centeri ilegal që u dekonspiruar, që u hoqën serverat, i vetmi ndryshim është që janë 83 operator që flasin vetëm çfarë ju jep Rama përpara, që grej kartonin vetëm dhe votojnë siç i do Rama. Një call center e keni kthyer. Vetëm këtu si e hiqni do serverat, hiqni media, por nuk e hiqni do të drejtën e opozitës për të folur. E keni gabim me këto vendime që merrni, sepse do ju kthehen shumë shpejt në bumerang. Çfarë po bëni sot juve këtu? Përjashtoni opozitën, midis tyre edhe 2 gra, edhe 2 nëna, për të mbrojtur Belinda Pallukun, për të mbrojtur vjedhjen, për të mbrojtur korrupsionin. Përjashtoni opozitën, midis tyre edhe 2 gra, për të mbrojtur 2 gra hajduta, për të mbrojtur Mirlinda Karçanaj, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Për këto duhet flisni juve sot. Përjashtoni opozitën për të mbrojtur Erbyes Agasin, koordinatorin e Edi Ramës me krimin. S'keni prova, ja ku i keni provat. Ja ku i keni verën 36.000 euro që pi kryeministri me bandat kriminale. Ja ku i keni provat, kartelet e drogës, të cilëve kryeministri ju jep leje ndërtimi apo leje për kazino. Ja ku i keni provat, keni tunelin e Llogaras, provë të gjallë i cili rrezikon dhe jetën e çdo qytetari që kalon me makinë, sot që neve flasim. Apo rrugët që shkatrohen çdo ditë. Këto janë provat, për këto duhet flisnim sot. Për këto duhet flisit dhe ju që sot duhet ishi distancuar. Po ka rrikja koltuku i deputetit, për ju është më e rëndësishëm se sa vota e qytetarëve. Ne jemi sot këtu dhe do jemi gjithmonë për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Ju jeni aty në ato karrike për të mbrojtur korrupsionin dhe krimin. Ky është ndryshimi midis nesh dhe midis jush. Nëse neve kemi protestuar në seancën e fundit, që çuditërisht pas kemi rrezikuar edhe jetën e deputetëve apo stafit, po shifini çik pamjet, është rrezikuar jeta prej dhunës së ushtruar nga punonjësit e gardës, ndaj deputetëve, ndaj grave deputeta apo burrave deputetë të opozitës. Dhe ju sigurojmë, juve nuk e heshni dot opozitën. Juve nuk e heshni dot deputetët e opozitës që janë mandatuar për të mbrojtur interesat e qytetarëve, që janë mandatuar që të mbrojnë paratë e taksapaguzëve, dhe jo t'i vjedhi Belinda, Mirlinda, Erbyesi apo e gjithë banda e Edi Ramës. Nëse e bëm
ato protest, si që ndodhë në gjitha në parlamentet e Bashkimit Evropian apo të botës, do ta bëjmë 10 fish më shumë herën tjetër. Sa herë ju të mbroni korrupsionin, ne do protestojmë. Jo aq, po dhe më shumë. Këtë ta keni bindje. Ju mbroni korrupsionin, ne do mbrojmë parlamentarizmin. Ju mbroni vjedhjen, ne do mbrojmë pluralizmin dhe demokracinë. Këtë ta keni të qartë. Çfarë do vendimi ju të merrni sot, ne do jemi në këmbë. E pat në protestën e fundit, do e shifni dhe me datë 24. Kjo që ju po bëni sot, do ju kthehet në bumerang. Sepse kur është boll, është boll. Faleminderit. Fiks 30 sekonda. Tani ju merrni çfarë do vendimi të doni. E tha zonja Vokshi shumë bukur. Ka 1 muaj e tha që gjithë shqiptarët, ndërkombëtarët, presin që të mblidheni për të shkarkuar Belinda Ballukun dhe për zbatuar vendimin e drejtësisë. Ju gjeni dhe keni thënë, s'keni patur kohë, s'keni patur as vullnet. Jeni bërë blok dhe vraponi të mblidheni për të përjashtuar deputetët e opozitës. Gjithë shqiptarët dhe ndërkombëtarët presin që ju të operoni për të arrestuar kreun ose koordinatorin e krimit të organizuar me qeverinë. Ju e fshini atë, ndërsa turreni drejt opozitës për ta shpallur armiqet dhe për ta përjashtuar. Merrni çdo vendim. Po përjashtoni ata që kërkojnë që në këtë vend të ketë ligj, të ketë shtet, të funksionojë demokracia dhe të funksionojë rendi kushtetues të cilin e kemi marrë nëpër këmbë. Ju jeni duke mbrojtur Hajdutrin, e tuneli Llogaras dhe 10 tendrave të tjerë, jeni duke mbrojtur vjedhjen e Akshit, cënimin e sigurisë kombëtare, jeni duke mbrojtur edhe kartelet dhe krimin organizuar, dhe ata që luftojnë këta ju i shpallni armiq. Pastaj turpi do të koha të vërtetë turpi ku do bjerë. Do bjerë mbi ju që jeni bërë kamikaz të narkosit për shtet rënim. Në fakt paguheni për shtet ndërtim. Kjo është. Unë kam vetëm një pyetje nëse lejohet. Një pyetje kam. Po. Jo, unë kam pyetje. Nuk lejohet pyetje. Keq. Po mall, lejohet mall.
racionale dhe normale kur shkel rregullat dhe kur cënon parimet, sigurisht duhet të ndëshkohesh, ku çdo qofsh, në çdo pozicion qofsh. Por në një vend ku demokracia nuk ekziston, në një vend ku kartelet kontrollojnë, në një vend ku korrupsioni është gjithçka dhe mbi gjithçka, në një vend ku droga është ajo që komandon dhe urdhron jo vetëm ekonominë, por edhe pushtetin dhe qeverinë, sigurisht të jesh opozitar, të përpiqesh të mbrosh dinjitetin e qytetarit, të opozitës, të demokracisë, sigurisht që konsiderohesh i rrezikshëm. Të thuash në një narkoregjim, të thuash të vërtetën, absolutisht është thuajse herezi. E vërteta dhem në narkoregjim sepse propaganda duhet të përcjell helmin e narkoregjimit dhe jo atë të vërtetën që duan qytetarët. Ja, kjo është e gjitha që ka ndodhur. Unë e thash, në një vend tjetër do ishte tmerr të mendohej që drejtësia dhe gjithë shqiptarët dhe ndërkombëtarët kërkojnë që të ndëshkohet hajdutëria dhe zonja Balluku mos të rrimë më në atë karrige dhe kuvendi ndëshkon opozitarët që kërkojnë këtë në sinkron me drejtësinë dhe ndërkombëtarët. Në një vend tjetër normal nuk mundet kjo të ndodhë. Po jetojmë në një vend ku Gysa Gasi emron, kontrollon, jep leje kullash, jep leje panelesh, prisni se do dalin prapa paneleve diellore në të gjithë territorin fshihen paratë e Dubajit, që i ka kontrolluar Gysi, do dalin gjitha. Në një vend ku Gysa Gasi jep leje resortesh, në një vend ku Gysa Gasi kontrollon tendrat koncesionet, në një vend ku Gysa Gasi shton, dyfishon vlerën e tendrave sepse thot kaq milion për ata, kaq për ne. Dhe opozita sigurisht kur do të thot të vërtetën dhe mbron të vërtetën, i referohet ligjit dhe kushtetutës. Në këtë vend narkoregjim të tillë sigurisht që do shpallet armike. Këto ne na bëjnë janë medalje, po ju a them. Un kam në 13 vjet që po mbushim. Un kam 2 vjet i përjashtuar nga ky vend. Se për këtë arsye, ja, sepse në 2013 sulmova kanabizimin e Shqipërisë. Sulmova atë bandat që morën zonat e Shqipërisë në kontroll për ta kanabizuar Shqipërinë. I gjithë me urdhër politik. Në atë kohë shumë qeshni në mua. Se ju dukeshin budalliqe të gjitha. Në atë kohë shumë të tjerë filluan të mos sulmojnë. E vërteta doli. Kanabizimi i Shqipërisë është plagë që po i vuan sot Shqipëria më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe ata që kanë kanabizuar, sot kanë vërtetuar që është në urdhër politik. Pra, ajo që mbrojta unë, si deputet e opozitës dhe opozita, doli. Kur ju thamë që këtu, krimi i organizuar po institucionalizohet, shumë veta qeshni. Koha vërtetoi. Sot jemi i vetmi vend në Europë që kemi kartele droge. Pra, etapa më e lartë, stadi më i lartë i krimit organizuar. Ja ku jemi. Për këtë arsye unë përjashtohem dhe shpalla marmik. Ku ju thamë që në Shqipëri, në kohën e Sali Berishës ndërtoheshin rrugët me 1-2 milion euro kilometri dhe ju po i bëni për të vjedhur me 20 milion euro kilometri. Na shpallën armik, ishte herezi, konsiderohej herezi kjo, shpifje na thonë. Ja ku erdhi koha. Sot dhe sot jo vetëm ne, por drejtësia po e vërteton këto. Dhe gjithë e dini. Ja ku e keni Atinën, ja ku e keni Greqinë. Nga Janina në Kakavi, 45 milion euro kilometri autostradës, në përmale me ura me vepra arti, ndërsa në fush, pasi vepra arti në Shqipëri, 23 milion euro kilometri autostradës. Po çfarë janë këta? Për këtë arsye përjashtohemi, sepse ne kemi thënë të vërteta që nuk duhet të dilni, sepse këta ndajnë parat, ndajnë taksat e shqiptarëve. Kur ju thamë ne që Akshi është kthyer kopshtin e familjes e Tiranës, shumë veta na thanë që ju po shpifni.
Ja ku është ndosjen e drejtësisë. Aksi me qindra miliona euro të vjedhura nga familjarët e Edi Ramës. Madje janë marrë dhe peng biznesmen, se guxojnë të rivalizojnë familjarët e Edi Ramës. Për këto arsye, po, patjetër. Për këto arsye dhe shumë të tjera. Për këto arsye dhe shumë të tjera. Unë jam shpallur gjithmonë armik i kësaj pjese të politikës dhe jam shpallur, jam përjashtuar vazhdimisht, sepse zëri i zëvërtetës, pa asë në vogël diskutim, ne e dim tashmë që i trem, sepse këta nuk duan zërin e zëvërtetës. Këta duan atë zë virtual që kërkon që ja u sjell kreu i narkos, që ja u përcjellin qytetarëve. Ndaj sot janë bërë dhe mediat, shumica e media varikarë, për këtë arsye, se paratë e drogës dhe karteleve kanë hyrë kudo. Dhe shqiptarëve ju hidhet gënjeshtra dhe e vërteta djeg, por i vetmi vend ku kishte ngelur një hapësirë që thuhej e vërteta shqiptarëve lajt ishte parlamenti. Dhe aty bëjnë gjithçka këta që ne mos guxojmë të themi të vërtetën, dhe kur e themi të vërtetën, shpallimi heretik, armiq dhe largohemi. Kjo ne jemi me mision. Ne jemi me mision. Ju shijoni drogën, krimin, korrupsionin, shijojeni. Po ju them një gjë. Shqipëria është në zgripin më të madh të historisë që kur është themeluar ky shtet. Dhe ne jemi me mision për ta shkëtuar këtë vend. Nuk na shqetësojnë. Ne na duken ato si ato flet trofet dikush me kush i mban mend, pak shumë nga ju këtu i mbani mend, flet trofet e dikush me. Ashtu na duken këto vendimet e këtu. Pse? Një misionari në misionin e tij dhe rrugtimin e tij i du sa gjemba sa miza i kalon rrugës apo sa shkel rrugës nuk i konsideron sepse do ecë misionin e tij. Kjo është. Të kthejmë përgjigje njerëz zotë Gjekmarka. Të kthejmë një përgjigje zotë Gjekmarka njerëz se si mbajnë dot fund gjitha pyetjet pastaj. Avash. Të kthejmë përgjigje. Të kthejmë vetëm nga një sekundë gjithë. Vetëm një sekundë, ka mundur vazhdo. Një sekundë. Faleminderit tani shëndetin Sulodhe duke gëzhyer. Shëndetin jetën dhe sigurinë e shqiptarëve. Po. Shëndetin jetën dhe sigurinë e shqiptarëve e cënon bandat, krimi organizuar, i dorëzuar
shteti i dorëzuar në duart e tyre. Shëndetin, jetën dhe sigurinë e shqiptarëve e cënon vjedhja e dhënave të akshit. Shëndetin, jetën dhe sigurinë e shqiptarëve e cënon korrupsioni dhe shpopullimi i pandalshëm që kanë bërthyer këtë vend. Nuk e cënon, nuk thot askush për jush që jeta dhe shëndeti i shqiptarëve u cënoka me një tymuese, 2 tymuese apo 3 tymuese. Kjo është qesharake. Ju shkoni, mbani veten për tifoz. Në stadium me mirat tymuese ndizen në për stadiume. Nuk është cënuar kur, nuk dihet, vetëm ju e thoni që tymuesja që ka cënim i jetës dhe i sigurisë. Ju, qofshi ju që jeni, por shqiptarët din tjetër gjë. Shqiptarët din që ata që cënojnë rendin, sigurinë, jetën, shëndetin dhe pronën e shqiptarëve është narkoshteti me ngryje kreun e narkosit. Faleminderit. A mundet, lutem, të përgjigjem unë pyetjes së zotit Balla? Pa. Zoti Balla, përsëri po mashtroni. Jo vetëm që nuk ka asnjë shqetësim nga ana e të gjithë antarëve, partive antare, të PPS, të CDI-s, të IDU-s, pra janë rreth 200 parti. Rreth 200 parti të cilat kanë miratuar 7 rezoluta që shprehin shqetësimin e madh për vjedhjen e zgjedhjeve, për autokracinë elektorale të vendosur në Shqipëri, për lidhjen e Edi Ramës qeverisë me bandat kriminale dhe krimin e organizuar, dhe për kthimin e Shqipërisë, së fundmi shqetësimi më i madh i gjithë atyre partnerëve që ti përmende, është që Shqipërinë Edi Rama e ka kthyer në një lavatriçe, në një parajs për pastrimin e parave, të krimit dhe të karteleve të drogës. Pra, po mashtron, ashtu siç ke mashtruar gjithmonë në fakt, dhe vjen shumë keq që e vazhdon në mënyrë sistematike mashtrimin dhe gënjeshtrën. Së dyti, për sa i përket rrezikut, po, ne jemi të vetëdijshëm, siç janë të vetëdijshëm gjithë qytetarët shqiptar. Tuneli Llogaras rrezikon sot që ne flasim jetën e çdo qytetari që kalon në atë tunel, për shkak të vjedhjes dhe abuzimit të Belinda Ballukut. Po, ne jemi të vetëdijshëm që të gjitha rrugët që janë kryer pas standarde në kohën e Belindës apo në kohën e Edi Ramës, rrezikojnë çdo ditë jetën e qytetarëve. Ne jemi të vetëdijshëm që çdo vjedhje fondesh rrezikon jetën e pacientëve ashtu sikur se mbrëm në orën 11 të natës QSU-ja ishte pa drita. Për këto duhet ishim shqetësuar neve. Pse? Sepse janë abuzuar fondet. Pse? Sepse janë vjedhur fondet. Pse? Sepse këto e ka urdhëruar, lejuar Edi Rama. Në vend që shqetësoheni për pacientët, se si i nxirnin me shtretër në mes të natës, sepse s'kishte drita te reanimacione, juve vini këtu për përjashtuar opozitën. Sot neve përjashtohemi si opozit, vetëm se kemi mbrojtur të drejtat dhe interesin e qytetarëve, ndërkohë që Belinda Balluku është në detyrë. Prish prova, kërcënon dëshmitar, madje jep dhe tendera. Vetëm javën e fundit ka dhënë 100 milion euro tendera. Ne përjashtohemi ndërkohë që Mirlinda Karçana është ende në detyrë, drejtoresha e Akshit. Akshi që sapo e tha kolegu Noka, që është kthyer në një rrezik kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe një pyetje kam për ju Taulant. A jeni ju viktime e Ergyes Agasit? Ajo ka shkarkuar juve Ergyes Agasi, juve dhe 3 ministra, 2 të tjerë të brendshëm. Pra ti sot duhet ishe sot me ne këtu, sepse në fakt ka ardhur dita që ta kmerresh ndaj atij personi që të ka shkarkuar. Kjo është qeveria e Edi Ramës, ishte Ergyes Agasi që emëronte dhe shkarkonte. Ndaj jemi ne sot këtu në këtë bank. Për të mbrojtur dhe ty Taulant, që herës tjetër mos të shkarkoj krimi i organizuar apo kartelet e drogës. Që të përdor për ditë, po herë shkarkon herë të mëndë. Ti duhet ishe sot këtu të kishe reflektuar që të mos lidheshe më me Suelçelën edhe të dilte emri të Skajen Kroçat.
Për këtë jemi sot këtu. Ndaj neve po dënohemi. Dënohet opozita që mos flasit, po nuk na heshni tot. Datën 24, priteni se po afrohet. Do t'i the një herë për pyetje, të dyja pyetje. Pyetjen e parë që bëri zoti Gjekmarka që pse na përjashtojnë, është sepse zoti Gjekmarka e këta nuk mund të rinë pa na përjashtuar, sepse Belinda Balluku nëpërmjet këtij këtu, Olti Bistrit, nëpërmjet këtij i ka përgjuar gjithta për hordhiqet e veta dhe kur ka qenë ky kryetari operacionales nuk bënte asnjë punë tjetër. Ky përgjonte çdo njeri, po më shumë nga gjithë ata të Partisë Socialiste, për interes të Belindës. E dinte Belinda që do vinte dita që do t'i duheshin votat për imunitet. I ka përgjuar, ky i ka përgjuar, Olti Bistri. Ky që u fut në burg, polic me 5 milion euro dhe ja liruan ta pasurit. 5 milion euro pasuri, polic. 5 milion euro polici pasuri. Me rrok shteti. Të tjerë efektiv policie s'majnë do të shtëpia me qera për fëmijët e tyre. S'majnë. Ky 5 milion euro, ky që arrestonte 4.000 arrestime ka bërë operacionalja, 1.800 vetëm tek Unaza. Ky ka bërë. Olti Bistri, që porositeshin vrasjet sikur porosisje pica me plumb gjokën, te skaje në Kroçap. E dyta për të përgjigjur zotit Balla, i cili pyet për Flakadanit. Zoti Balla është edhe tek Federata Shqiptare e Futbollit. Dhe shkon shpesh në stadium, dhe në ndeshjen e fundit, 6 karrike më andej, është ndezur Flakadani dhe zoti Balla festonte edhe unë po tisha do festoja. Por, problemi është se është marrë mas, është rrezikuar jeta e gjithë shqiptarëve. Është rrezikuar jeta e gjithë shqiptarëve që ishin në stadium. Është rrezikuar jeta e gjithë shqiptarëve. Por kjo është pjesa qesharake që nga një ish-ministër i brendshëm do të prisja që t'ishte më i shqetësuar që ai rrezikohet jeta që banda karteli i çopjave ka gjithë dhënat personale të qytetarëve shqiptar? Ai rrezikohet jeta? Ai rrezikohet jeta Geron Meços, që është marrë peng nga Suel Qela, i është rrezikuar jeta, ati dhe biznesmenëve tjerë që marrin tendera sot apo hynë garë për tendera? Ai rrezikohet jeta qytetarëve shqiptar dhe funksionarëve të shtetit shqiptar, të cilët sot si rrjedhoi e kapjes nga Ergys Agasi të drejtorisë krimit kibernetik, të gjitha të dhënat personale, por dhe informacionet sekrete të shtetit shqiptar janë sot në shitje, sepse shoferi i drejtoreshës, burri i drejtoreshës së krimit kibernetik ishte shoferi i Ergys Agasit. I rrezikohet jeta. Nuk mendoj që problemi është një tymuse. Mendoj që problemi janë vrasjet, siç ishte rasti tek Don Bosco ku kanë mbetur 1 vrarë dhe 5 plagosur qytetar shqiptar për shkak se përplasen bandat. Mendoj që problem dhe rrezikohet jeta e shqiptarëve nga bandat në Shkodër, ku kanë mbetur 4 viktima qytetarë civil nga përplasja e bandave të bajrave. Mendoj që problem janë të vdekur në Memaliaj 2 qytetarë civil dhe 3 plagosur nga përplasja e bandave të tjera po të këtij pushteti që u shërben në përzgjedhje. Ta rrezikojnë jetën. Rrezikojnë jetën qytetarët shqiptarë që i hypin gomoneve dhe largohen se nuk kanë shpresë këtu, se s'blejnë dot shtëpi këtu se i ka marrë Belinda plot 300 apartamente. Mendoj kjo i rrezikohet jeta. Nuk u rrezikohet jeta deputetëve as të opozitës, as të mazhorancës, se është ndesur një tymuse. Po me qenë se më pyete mua, s'kam ndesur një tymuse. Dhe kam bërë gabim, do ta ndezë herës tjetër. Ajo që nuk kemi ndezur ne, flak ne Shqipërisë nuk i kemi ndezur. Flak ne shpresës jetës shqiptarëve nuk ja kemi bërë. Ne të vrarë në parlament dhe plagosje me armë nuk kemi bërë, siç keni bërë ju. Ju keni vrarë me efektiv policie deputet të opozitës.
Ju keni plagosur me deputet tuaj brenda parlament, deputet të opozitës. Dhe sot vazhdoni po njësoj me banda kriminal që vishen me uniforma policie, merrni peng biznesmenët. Pastaj shkoni në aeroport dhe funksionarët e policisë tuaj gjenden në të njëjtën makinë me mafjen dhe ku bëhen përplasjet e krimit organizuar në vendin më të sigurt të Shqipërisë, që është aeroporti, nuk e gjeni dot një polic. Ju i vrisni, pushteti ju i vret, dhe vret me uniformë policie. Kështu keni bërë gjithë jetën, që kur keni lind 45-ën e deri në sot vrisni me uniformë. Vishni kriminela me uniforma policie dhe vrisni njerëz në rrugë. Këtë keni bërë. Sot tani, për shkak se ne denoncojmë këtë, se pyeti dhe zoti Gjekmarka që pse po përjashtohemi pikërisht ne, ja ku e keni zonjën Vokshi ka denoncuar aferat në korruptive në shëndetësi, ja ku e keni zotin Noka ka denoncuar kanabizimin dhe krimin organizuar ka gjithë jetën, ja ku e keni zonjën Hoti që ka denoncuar rrugën Fuman Kashar, ja ku më keni dhe mua që ka denoncuar 420 ditë 30 milion euro kilometrin qytet se ka pa bota s'ka për ta pa asnjëherë. Prandaj jemi përjashtuar, kemi denoncuar këto. Po të thonim ne që Gysi është i bukur, si thonë këta nuk përjashtohen. Se këta kanë dhe një marrëdhënie pak më të veçantë me Gysin, po ato do jetë një moment tjetër për t'i thënë, se kjo partia WOK ka dashurira nga më të ndryshmet. Në fakt, mund t'i kthe një përgjigje? Të dyve. Do t'i bëjmë radhë, dhe bëjmë prapë. Më shumë pa djenis të zotit Balla, i cili, sa për ta sqaruar, ty mueset, zoti Balla, që ju pretendoni që ju kanë rrezikuar jetën, nëse nuk e dini, në çdo vend të botës, përdoren madje edhe si formë për zbulimin e gjinisë së bebit. Me që do që ta dish se sa të rrezikshme janë për shëndetin e njeriut. Jeta ju rrezikua mbrëm atyre qytetarëve në QSUT që nuk kishin drita. Jeta ju rrezikohet çdo ditë qytetarëve nga korrupsioni galopanti Belinda Ballukut në tunelin e Llogaras. Jeta ju rrezikohet qytetarëve të Veriut nga mafja inerteve që merren në lumin mat. Jeta u rrezikohen çdo ditë qytetarëve shqiptar kur merren peng nga policia për llogari të krimit organizuar. Dhe shumë të tjera, zoti Balla, që ju duhet të shqetësoni në fakt dhe nuk duhet bëni përfaqësues dhe mbrojtës i krimit organizuar dhe korrupsionit. Nga këto prisnin qytetarët shqiptarë të distancoheshit ju sot. Ju nuk u shqetësuat për sigurinë, ju u shqetësuat sepse deputetët e opozitës ju ekspozojnë çdo ditë aferat tuaja të një pas njëshme ku jeni të përfshirë secili prej jush, sepse ju nuk keni asnjë dallim nga njëri tjetri. Përballë jush, ju keni deputet që nuk heshtin, nuk shiten dhe janë të vendosur që të luftojnë çdo ditë me ju deri kur ky vend të çlirohet nga një band hajdudësh, siç jeni, duke filluar nga ju, zoti Balla, dhe secili prej jush. Faleminderit. Po ikim se kam frikë se ju rrezikojmë jetën. Veç prezenca jonë mund t'ju rrezikojë jetën, ju po ikim. Fala Gysi. Me kujdes. Merrni